2-3 euro deri maksimumi 25 euro për klient dhe pas 2 javësh trajnim unë kam bërë marrëveshjen e parë me një klient me vlerë 265 euro. Pas 4 javësh pasoi suksesi radhës. Marrëveshja që erdhi ishte një marrëveshje një klient me vlerë 5.000 euro, ishte pabesueshme. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Erilda dhe kam një biznes kancelarie. Dëshiroj shumë të ndaj me ju sot historinë time të suksesit me programin MaxBiz nga Coach Eri. Gjithçka filloi nga një video në Facebook që më doli rastësisht, e ndoqa me shumë vëmendje dhe më dukej sikur Eri aty po fliste fiks për biznesin tim, për sfidat që unë po hasja, për vështirësitë që po kishim, për të kurrjen që kishte psuar biznesi im, për faktin që po qëndronte në vend numero. Kjo gjë më bëri shumë kurioze, nisa ta ndiqja në YouTube, në Facebook, nisa të ndiqja çdo video që më dilte Erit para. Më pas aty patëm kontaktin e parë me Erin, ku bëm një business check-up të biznesit, ku kuptuam vërtet, ne tashmë e dinim, po kuptuam vërtet që biznesi ynë kishte nevojë për ndihmë dhe për support dhe për coach. Kur Eri na ofroi programin MaxBiz, kursin 5 javor online, për momentin mua mu duk e pa mundur jashtë çdo mundësie, sepse në ato rrethana që ne ishim dhe në ato rrethana që ishte biznesi ynë ishte totalisht jashtë çdo mundësia. Ishin shumë para për ne, sot që e mendoj kemi bërë si unë si bashkëshorti, kemi bërë investimin më të mirë për veten tonë dhe për biznesin tonë, por në ato momente ishin shumë para dhe më duke jashtë çdo logjike, jashtë çdo sensi që unë të investoja diku, ku unë kisha dyshimet dhe pasiguritë e mia, ndërkohë që biznesi ishte në ngërç dhe po vuante. Nuk i kishim ato para, është bërë pagesa me 2 këste, sepse nuk ishte mundësia, dhe më duhet ta pranoj që bashkëshorti im u tregua shumë i guximshëm dhe e mori këtë vendim dhe e hodhi këtë hap, sepse po t'ishte për mua, unë s'do ta bëja kurrë këtë kurs, këtë trajnim dhe aty ndryshoi, ose më saktë aty filloi ndryshimi i gjithçkaje për sa i përket biznesit. Kam filluar trajnimin, kam filluar të ndjek videot e para dhe suksesin e parë e kam marrë pas 2 javësh. Më duhet të them diçka që ne ishim një biznes që bënim nga 2-3 euro deri maksimumi 25 euro për klient dhe kur bësh 25 euro ishte një wow për ne. Dhe sikur se thash, pas 2 javësh trajnim, unë kam bërë marrëveshjen e parë me një klient me vlerë 265 euro. Ishte e pa imagjinueshme, ishte e pabesueshme, ndodhi thjesht sepse unë fillova të vëja në zbatim ato gjërat e para që kisha filluar të mësoja nga videot e Erit dhe nga coaching që e kisha javor, dhe gjithashtu nga komunitet, ne jemi një komunitet shumë suportues ndaj njëri tjetrit dhe shumë mbështetës ndaj njëri tjetrit. Pas 4 javësh pasoi suksesi radhës. Marrëveshja që erdhi ishte një marrëveshje me një klient me vlerë 5.000 euro, ishte e pabesueshme. E pabesueshme por e vërtet, unë po e prekja tashmë realitetin. Dhe kjo deri në përfundim të trajnimit dhe të coaching të javor, përsëri një tjetër marrëveshje e suksesshme, shumë thjesht. Unë jo vetëm që bëra lekët, ose më saktë mora mbrapsht investimin e programit MaxBiz, por njëkohësisht në këtë momente që ne flasim, unë kam bërë dhe lekët për programin Closer Masterclass, në të cilën tashmë aktualisht unë jam regjistruar. Këshilla ime në fund të kësaj videoje për ju është, pavarësisht kushteve ekonomike që ju mund t'jeni apo financave në cilat gjendeni këto momente për shkak të vështirësive që has biznesi juaj, bëni të pamundurën që të gjeni lekët për të paguar programin MaxBiz apo çfarëdo dhe programi tjetër, sepse janë programe të cilat do ndryshojnë jetën tuaj, do ndryshojnë biznesin tuaj, do ndryshojnë mënyrën se si ju i shikoni dhe i perceptoni gjërat.